Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Eliona ka lënë shkollën për të hyrë në Bigun e Kosovës. Eliona Binakaj në një bisedë me Klodian Miajn ka folur për shkollimin e saj dhe kjo intervistë është bërë vetëm së fundmi virale. Ajo thot aso kohë se ishte akoma në shkollë dhe se ka përfunduar akoma, ndonë se i bie ta ketë lënë përgjysmë për të hyrë në reality show Big Brother. E ka lënë shkollën për të qenë në Bigun e Kosovës, ju drejtua Klodi. Po, e kam shtyr vitin, shkollën e kam kryer, por jam duke vazhduar dhe se kam përfunduar. Më tutje theksoj, 10 vite i kam kryer, tani kam edhe 2 vjet, i bie për fakultet. Eliona jeton dhe vepron në Gjermani, derisa atje merret edhe me angazhime të tjera.